A e keni vrejt që klubet e natës në Prishtinë po bien? Po bien. Për ato klube që dikur ishin hotspot, e tani duket sikur po i mbush vetëm kujtime në Kosovë. Në Kosovë, klubet e natës nisën të shfaqen nga fundi i viteve 60-ta dhe gjatë viteve 70-ta. Në një kohë kur algoritmi ishte shëtitja në qytet dhe lajko po fituaj vetëm me sy. Pa Instagram e pa DM. Njerëzit takoheshin ball për ball, nëse ke dashur me u njoft me dikën, s'ke pas nevojë për follow. E ke pas veç muzikën, shoqërinë. E çka ka ndryshuar sot? Prej viteve 99 edhe 2000, klubet e natës janë frekuentuar me të madhe dhe vrolli është shtyuar edhe më shumë me kalimin e kohës. E kalimin e viteve, po tash po ndodh një fenomen tjetër. Klubet e natës i rezistuan pandemisë. Por pikpyetja më e madhe është pse nuk po i rezistojnë tani? Tash ka ndru krejt sistemi. Përveç që kanë rënë, monotonia e argëtimit u bë krejt njëjtë. Po pse po ndodh kjo? Apo është se të gjithë janë bërë njësoj. I njëjti playlist, e njëjta dritë, një njëjti vibe dhe njëjta menu. Thjesht ndryshon emri. E një video virale në TikTok ndikon me ulshuz disa herë në playlist, a që ka shumë po ndikuan prej rrjeteve sociale. Apo është se klubet e natës po zëvendësohen nga baret e reja dhe hapësirat kozi. Ndoshta nuk është se nata po vdes, thjesht po ndryshon mënyra se si ne jetojmë ato. E ju, hajdeni komentoni se cila është arsyeja e rënies së klubeve të natës. Për më shumë informacione, klikoni në kanalin Molto TV.